Veç shumë më mërzit agimi, ja? Normale është ajo. S'po mi që më parasyve lotët e ati. Ti art, a e ke provu gërbetin iq? Jo, ja, ku s'kom dalë? Pa kona atje s'munësh me ditë tamam peshën e lopëve të gërbeqarit. Allah, qef kom pas me shku, po u dëshin shumë pare. E s'kisha, tash as që e menoj bile. Po dhe po, me koha shkon gjithë shka. Ai, Allah, veç nervozona ka për menoja. Shumë e kom vujt. Gjithë kun kom lyp, po kërkus më ka dhanë, hiq sen. Nese, unë e qela këtë muhabetin për agimin, po beso që edhe mu më dhim shumë. Vallai, kur i shoh që shtu qëta meshkuj që kajnë më dhima në shpirë. Po që shoh shok jem, gjdo në gjare që ndodh, kur jem gurbet, shkakton 2 fish ma shumë dhimje, se ki i den që shpërjetohen këto sene larg familjes, larg vendit. Sigurisht, po edhe ka një në anë, batë sadik po më dhimat, se i radi që është më plesnimi për e të krejt të gjanat të qia, tash balë shtire ka mi dalë balë. Ma shkurt, deke e ronë, po s'ka që ka bo njeri. Po dhe po, s'kem qa me ba. Me pas kush, se ti lypi ishë re. Apo njën, me ty jom të folë. Se hapshe gojen mërë parës, të ishe si o mund? Oj, motër, tash po e buk, ma vonë folim. Veç më sarro keme më kalzu pse më tha e si o mund. Ani hati se unë si jom shumë mund. Doft mirë. Me ditë, ku e ditë kur pas ka me buk.
Gjon. Mërë birë. Po i mërë shkurt pas ke konë. Ufa. O, zoti, s'ma morë shpirtin ma heret. E mos me përjetu këtë prush në zemër. Agem, kur të rita ka më bë futbolist. Po të bashkim s'po di me lujt. Aha, kime poti. Ani e shohim. Hajde, qëtu. A bëjna një punë bashkë. Qka? A shkoj me lu bashkë, bëna dy vllazën e Agimi dhe bashkimi. Ti tash bo shpërtjeri. Unë luj me numër 10. A jo, vallaj. Psa jo, po ti veç me mbrojtin. Shko në gollë. Veç në qëtë kohë jam knaq me djemë të mi. Si u bon me ditë dishka, i mur gërbeti shkret. E tash njonin ma mur toka e zezë.